nuk ka iPhone 9 edhe nuk prodhohet iPhone 9 që arsyeja është pse pjesa e synit tonë është numri 9 edhe skanimi, ekspertat nuk mujnë. Luli, përshëndetje. Përshëndetje 05. Si je, ai mirë? Mirë faleminderit, ju si ka lutë? Mirë faleminderit. Takuva dhe Nola Enkas për pyetjen. Çka është puna iPhone 9 se që 7 vjet me halo çarkullon kja. A pet për iPhone 9? A pet. Ndur po tash iPhone 17, po për iPhone 9. Unë është të vërtet që memet e mija halo që 6 vjetë qarkullojna për rrjetet sociale, ju kom thonë 1 milion herë na për televizionin, na për intervista, na për kam mos ka kam shku, për iPhone 9. Nuk ka iPhone 9 edhe nuk prodhohet iPhone 9 që arsyeja është pse pjesa e synit tonë është numri 9 edhe skanimi, ekspertat nuk mujnë agent tonë me zbulus. Kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë. Je ke Syzan me na tregu këtë. Po se skanimi. iPhone 9 s'ka, me të vërtetë. Po çdo njeri në botë i ka 1000 pika në fytyrë. Apo den edhe këtë sene që ka bonde, ke po telefonin që qel me fytyrë për shembull. Ja çet e qel me fytyrë. Por iPhone 9 që so prodhu për arsye se skanimi nuk e kop. Po 17 që na e kop. Po 17 po se çe. Hale apo çel. Çe këshire. Çe. Hale. A po e? Ti me pas prodhu iPhone 9 që s'ka shans me qel me fytyrë. E për çita s'u zbulu. Për çto hece kanë prodhu. Po. Në rregull. Jo, unë e di që ti e bën një jetë luksoze, realisht po tash edhe zinxhirin, edhe syzat, veshja komplet, rrubat shtrejta. Sa është vlera e zinxhirit? Më të kallzu drejt që zinxhiri komplet 6 euro. 6 euro. Që aty me një dyqan, po këta e moj veç për arsye me shit porlla në TikTok, me dal me po kishë jam bosën. Jo me po. Syzat 5 euro Versace fals. Po besoj. Po përfitimet më doja prej TikTokit edhe këtë po tregosh shumë modest. Se s'mund më kon 6 euro kjo. A e vërtet? Sa është e vërtetë? Është ma shtrejt, ma shtrejt është. Lul, për fond, çka i thot gjithë audiencës që të përcjellin tash 7 vite pa ndonjë? Unë për fond deshta me i falimderu krejt njerëzimin që më kanë ndjek në rrjetet sociale. I kam dikon ofër 500.000 vetë në rrjetet sociale, edhe që 6 vjetë s'kom ro asnjëherë si tip, po ka njëherë si çdo njeri lodhet, ban pauza në rrjetet sociale, video postoj ma pak, po sido që tjetë, unë i uroj sukses krejt njerëzve që bojnë, që mirën, që janë kreativa, që krijojnë çdo send të mirë në rrjetet sociale, si për shembull edhe ju jeni në televizion në senet që bani shumë të mira, edhe keni shikueshmëri shumë të madhe, 05 u shpërndon këtë botën, edhe kom po intervistat e juve dhe me shumë kënaqësi vi çdo herë, sa herë që të vinë në Kosovë, kam qef me pi kafe me juve, edhe me bëna një intervistë interesante ose diçka të mirë për televizionin e juve, pse ju? Faleminderit shumë. Kënaqësi edhe për ne. Respekte për juve. Kalofshi mirë. Ju përshëndes, kaloni mirë.